Pse në këto momente kemi parasysh është ora 11 nuk ka lëvizje? Aktualisht sipas deponimeve të kalimtarëve nga Kosova që vijnë drejtim nesh, thuhet që këto lëvizje janë ndërprerë dhe fluksi mund të përsëritet ditën e nesme me banorë që mund të vinë nga zonat e thellësisë, duke filluar nga Prishtina drejtim Përzënit. Këto burime nga kanë ardhur? Nga personat që vijnë nga Kosova drejtim nesh. Siç mund ta shikoni edhe nga këto pamje, është ora 11 e drekës e datës 29 mars, pra lëvizje nuk ka, janë tepër të rralla. Nga sa mësuam, gjatë këtyre 3 ditëve, fluksi i të ardhurve nga Kosova kap shifrën 80.000. 1.400 automjete. Po, nga sa mësuam nga posta, nga punonësit e postës këtu në Morin, mësuam se priten të vinë shumë njerëz nga Prishtina në drejtim të Prizrenit. Na kanë përzonë me qëfar, na kanë djekë me shpija, me gjithë shka na kanë djekë, me gjithë shka. As na kanë lona fatë në tesh me marë, as me marë një sen zotit, që jemi me të qështu. Falenderojmë shtetit amë tonë, që t'jemi gjithë knaqën, që qëtë rrugë nuk në kanë lonë qëfar të sërbat jenë, fashistët sërbat.
mësoj njërë kamerën, mësë në haroj. Nga vini? Ha? Nga vini? Pi hasit. Kur keni dalë nga shtëpi tuaj? Kemi dalë në 10 ora për shtëpisë. Ju nxorën me forca apo? Po, me forcë na kanë thonë me nëshu fshatin dhe ku detyru me nëshu fshatin, që me po, me pëtu shpirt. Thonë që ju lënë 5 minuta kohë për t'u përgatitur derisa të dilni nga shtëpi tuaja. Ju Po, si u thanë? një gjysore na kanë dhënë fat, më thonë me dalë i shtëpia krejt ashtu. Gjatë rrugës çfarë ju thanë? Ju shoqëruan milicët serb? Po, sa shkoni në Shqipni atje, këto s'keni vend, pëdoni ato t'ju, ato s'ka për juve, që shto, shka për di, Pati ke shtrajtime personash gjatë rrugës? jo, s'ka pas, jo. Sa banor mund të ketë fshati juaj më afërsi? Shati, jo, ne. Qash? Të gjithë kanë dalë sot? Po, gjithë. A pretendohet se do digjet fshati? Valla nuk e di motorë, nuk e di çka më thonë. Nuk e di. Sens di meq. Me si duket, më duket që po, amo nuk e di. Nga vini? Nga vini? Nga Velegi, afër Deçanit, në Velegi. Kur keni dalë nga shtëpi tuaja? Kem dalë sot natin ora 7. Sa kohë keni udhëtuar? 12 orë po i bëjmë. Në postën kufitare në doganën e Jugosllavisë serbe ju vonuan, çfarë ju thanë? Ja, nuk na kanë makinë pas shoshale, tham s'kem kur gjon, ish na kanë djegë. Ju nxorën me forcë nga shtëpi tuaja? Po me fort. Ty na djegë dhe ty na E ne kanë marrë djemë tonë, babën e fyshive tonë e kanë marrë. Kur u amorën? Dje ne kanë marrë, Po çfarë ju thanë, pse i marrin? i kanë arrestuar, nuk di më për ta. Kemi zonë të kanë zonën në robni podrum, me forcë na kanë marrë për shtëpive, për bombardimeve, çto janë që për shtunë si më dana për shtëpia tonë. Na kanë myt, nuk dim sen. Që ku a kanë marrë? Kë ju kanë marrë juve? Neve në Beleg na kanë marrë. Kë ju morën ju? Burrin mu ma kanë marrë në Beleg, këta migjen e burrit e... Nuk keni marrë vesh asgjë për fatin e Jo, tyre? sen, na i kemi lonë aty në të milicia, sen s'dim na për ta. Gjithë me burin, gjem të burin, gjithë burin, në kanë lonë një ditë, 2 ditë, në rapë, në zonë. Çfarë ju thanë gjatë rrugës milicia serbe? Serba, Çfarë ju thanë? Shkonin në Shqipni, tha, ju keni lyp Shqipni, tha, shkonin në Shqipni, këtu s'keni vend heq. A keni ndërmend të ktheheni më në Kosovë? Me desh zoti, po, se... Nga vini? Nga Gjakova, prej fshatit Dëmjanit. Sa kohë ka që jeni nisur nga shtëpi tuaja? Ka që 13 orë që jemi nisë. Po si shpjegohet që jeni vetëm? Ku i keni familjarët e tjerë? Familjet në kanë shkip kami mos, nuk i dim se ka janë. Me gjithë se kemi pësu në përmole në rrugë thjeshta ka kemi mujtë me dalën prej sërbë mallit. Na dim se shka kemi hek atje, e po qysh na kanë tratu, e qysh kanë bërë masaka, qysh i kanë myti, kanë gjine në për rruga e në për lita kami mos. Keni parë me sy tuaja? Po kemi pa me sy, edhe shtëpia të ketë ne kanë djegën. Po të afërmit tuaj kur kanë dalë nga shtëpit? Në shkua do përpara, nuk i di se ku janë ketimi daktisë. Nuk keni marrë vesh asgjë për fatin e tyre çfarë është bërë me ta? Nuk dim se shka është bërë me ta. Nga vini? Nga Damjani Gjakovës vim. Kur keni dalë nga shtëpi tuaj? Po që një 3 matur, po ashtu ka veçin nëse që edhe ditë jemi në përmale. Shpijet e kanë kallë, makinat na i kanë kallë, do të rumë qysh kem në përmale me ikë. Të afërmit tuaj ku i keni? Nga sa pjesar përbëhet familja juaj? 6 pjesëtare, por një vlla kam poshtë, e 5 jemi këne, ati nuk që ke. Tjerë të familjes e shku në Kukës e kanë marrë me makinë. Para se dilin nga shtëpi tuaja ju nxorën me forcë? Me forcë. Çfarë ju thanë? Sa lishoni shtëpia tha se s'ka do t'ju djegëm tha krejtve. I është në sy tanë që të jeshtin në plakën gjithve. Gjatë rrugës deri këtu keni parë kufoma të masakruara rrugës? Jo, nuk kam parë. Kum parë në vetëm rroba, ama kufoma nuk kam parë. Ata se kam parë.
Në këto momente që po flasim është ora 19:15 minuta, jemi në rrugën e kalimit që lidh Morinin me Kuksin, siç e shikoni një fluks i madh të ardhurish nga Kosova ka filluar përsëri në këtë rrugë, pra ka lëvizje shumë të mëdha. Vinë nga fshatrat e Gjakovës, siç mësuam nga fjalët e tyre. Nga vini? Ne jeni Karmos. Sa kohë keni që keni dalë nga shtëpitë tuaja? Që 34. Ju nxorën me forcë? Po. Nga shtëpitë tuaja? 7 minuta kemi dalë. Ju nxorën me forcë? Me forcë na kanë bezon. Jeni me gjithë pjesëtarët e familjes? Me gjithë pjesëtarët e familjes jemi. Çfarë ju thanë gjatë rrugës? Mirë kemi kalu. Çfarë ju thoshin milicia se? Milicia në thoshin hajde në Shqipni me shku. Që është toka jonja është. Keni parë kufoma gjatë rrugës? Nuk kemi pas. Burrat na e kanë marrë. Vetëm kemi dalë. Keni parë kufoma? Një ardhur. Kështë zvogël. Sa kohë keni që keni dalë nga shtëpitë tuaja? Ko pitejtës. Po ku keni qëndruar gjatë gjithë kësaj? Keni qëndruar në Zëm. Ku? Zëm mi kanë. E Begdenit. A jeni bashkë me gjithë familjen tuaj? Po, me gjithë familjen teme jam. Çfarë ju thanë para se t'ju nxirrnin nga shtëpitë tuaja? Shkat nga thanë? Gjokë tim jemi. Ne na kanë vënë krejt, nisë të Ju kanë marrë ndonjë pjesëtar nga familja? Ha? 14.000 ka tu në Nga vini? Shqyë që janë të ju. Sa ku keni që keni dalë nga shtëpia? Që 3 orë. Të nderuar teleshikues, siç mund ta shikoni në këto momente nga pamjet, jemi në pikën e kalimit kufitar të Morinit. Nga sa mësuam nga punonësit e doganës tu, për ditën e sotme kanë kaluar rreth 10.000 persona dhe 500 automjete. Vazhdon fluksi të ikurve nga Kosova edhe në këtë orë. Dhe mësojmë se ka akoma shumë të tjerë që do kalojnë gjatë natës së sotme. Kryesisht të ikurit nga Kosova të ditës së sotme janë nga zonat e Hasit dhe fshatrat e Gjakovës. Nga fshati Dëmjan, i Hasit. Sa kohë keni që keni dalë nga shtëpitë tuaja? Ka një javë. Po ku keni qenë gjatë kësaj jave? Në për fusha male dhe kështu të ikë vazhdimisht. Jeni me gjithë pjesëtarët e familjes tuaj? Jo, kemi qenë të ndamë në 2 grupe. Grupa para është dalë, ne jemi sot e dyta. Jeni të sigurt që kanë arritur në Shqipëri? Nuk kemi ndëgjuar asgjë deri më tani. Ju nxorën me forcë nga shtëpitë tuaja? Kanë ardhur në fshat dhe i kanë detyruar të na lajmërojnë në për male ka ishim, që më njëherë të kthehem në për shtëpi, të marrim traktora që kemi edhe më njëherë me lshu shtëpiat, me rënda 5 minuta ose sa më parë. Gjatë rrugës deri këtu ju ka shoqëruar milicia dhe çfarë ju thoshin? Jo, nuk na ka shoqëruar, s'kemi pasur pengesa. Po ju nga jeni? Nga Lubishta Hasit. Sa kohë keni që keni dalë nga shtëpia juaj? Pi ora 1. Jeni bashkë me gjithë pjesëtarët e familjes? Po, të gjithë jemi këto. Ju nxorën me forcë nga shtëpitë dhe çfarë ju thanë? Vesh kanë gjithën me lëshu shtëpitë edhe kanë nisë të djegën në rend. Keni marrë vesh për kështrajtime të milicisë? Jo. Në disa fshatra nuk ka pasur asnjë informacioni. Mirë po, prej granatimeve jemi detyruar të i lëshojmë edhe fshatrat. Ai ishte lajmi mendoj më kritik. Sa banor mund të ketë pasur fshati juaj? Fshati jon ka mbi 4.000 deri në 5.000 banora. Janë larguar të gjithë? Gjithë janë larguar. Nga vini? Nga vini? Nga vini? Nga Lubishta e Hasit. Sa kohë keni që keni dalë nga shtëpia? Sot Nga vini? Nga Lubishta e Hasit. Sa kohë keni që keni dalë nga shtëpia? Që 12 orë që është. Jeni bashkë me pjesëtarët e familjes? Po. Pra siç mund ta ndiqni edhe nga dëshmitë e tyre, shumica e tyre kanë një javë që kanë braktisur shtëpitë, ndërsa për një pjesë të familjes së tyre nuk din fare se ku ndodhen.
familjat? Libidës. Sa po keni që keni dalë nga shtëpia? Sot. Dini që për pjesëtarët e tjerë familjes? Po. I keni me vete? Ja, s'kemi, është djemë se kemi sajt. Ku i keni? I kemi në Mitravic. Qa po bëjnë atje? Bërek. Me kë janë? Bërek. Vetën. Sa vetën? Qëtet orë për shpije, të ikë me thmit vajgjel me tesha sendës. Sa është fëmija? 7 muj. Po bashortin ku i keni? Në shpe është, ka dalë. Nuk keni dalë bashkë nga shtëpia? Jo. Si ndodhi që dollët? Ju nëzorën me forcë? Me forcë, po në gjëtën. Në gjëtën 4 herë. Në atë kohë ku ishte bashorti juaj? Aj, pa dalë, aj, s'kete. Tani nuk dini gjë për fatin e ti? Jo. Qa ju thanë gjatë rrugës? Jo, s'na kanë thënë kur gjanë. S'na kanë thënë kur gjanë heq. Nga Lubishda e Hasit, po atje i kam lanë babën, 2 vllazërin, Ylberin, Dritonin. Nga Lubishda sot kemi nga ora ne. Po si ndodhi që rike vetëm ti? Po gjojtën me garnoda, na ikëm u frigum shumë, ikëm njëherë në gjurë në malë, aty nuk mujtëm të rrim, pa buk, pa ushqim. Pastaj qysh të rrim atyne. Nuk mojtëm. Po ti sa vjeqë je? 19 vjeqë jam. Po di që ku ndodhen tani pjesëtarët e familjes? Pjesëtarët e familjes aty kam lënë, nuk e di tash ku ja gjindën në përmani kemi lënën shumë. Shumë jemi ka në rrezik. Të rrugës nuk mojshëm të shohim, blaj shumë kokë, nuk mojshëm të shohim me telefon moska. Tash nuk e din këtu në që shjemi. Ju dolen me maska për para? Shumë. Çfarë ju thanë? Asgjë nuk na thëshin, na përshëndeshin, na bëshin me dorë, gjithçka na thëshin, por na nuk e mojshëm i kuptua, serbisht folshin, gjithçka. Si trejtë?